Kandidati i lëvizjes vetëvendosje në komunën e Obiliqit, Halil Thaçi, është i vetmi garues në zgjedhjet lokale në Kosovë, që ka arritur të përmbysë rezultatin nga raundi i parë i zgjedhjeve. Në raundin e parë, Thaçi kishte dalë dyti, duke marrë 43.37% ose 5.626 vota. Ai kishte një dallim prej mbi 2% nga kundër kandidatit Xhafer Gashi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili kishte dalë i pari me 46.20%, përkatësisht 5.859 vota. Nga 18 komunat që shkuan në balotazh me kandidatët që kishin dalë të parët në raundin e parë, vetëm Halil Thaçi ka arritur të bëjë përmbysje rezultati. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje ka arritur që në këtë raund të zhvilluar më 9 nëntor të marrë 6.441 vota ose 51.09%, ndërsa Gashi i LDK-s, që kishte dalë i pari në raundin e parë më 12 tetor në balotazh, mori 6.167 vota ose 48.91%. Kështu, Thaçi do të jetë kryetari i Obiliqit për 4 vite të ardhshme, ndërsa lëvizja vetëvendosje ka fituar gjithsej 7 komuna në këto zgjedhje, një rritje prej 3 komunash krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021. Veprimtari Halil Geci ka reaguar pas fitores së Faton Pecit në Mitrovic, duke i quajtur atë Isa Boletinin modern. Në një postim në Facebook, Geci shkroi se qytetarët e Mitrovicës e mbrojtën atë deon me votë, nder dhe dinjitet, duke theksuar se aty ku dikur tradhtarët vendosën kufirin, Mitrovicasit sot e mbrojtën Kosovën. Ai uron Pecin dhe koalicioni fitues, duke thënë se Faton Peci është vëllai i Isa Boletinit, jo me pushke allti, por me laps, nder dhe dituri. Në vijim postimi i tij plot. Gëzimi i qytetarëve të Mitrovicës pas fitores së Faton Pecit. Në Mitrovic fitoi vëllai i Isa Boletinit, Faton Kosova, jo me pushke allti, por me laps, nder dhe dituri. Qytetarët e Mitrovicës e shfrytzuan këtë votë për të mbrojtur atë dejon në Mitrovic, pikërisht mbi urën e Ibrit, aty ku tradhtarët dikur e vendosën kufirin. Dje më datë 9 nëntor, ditë e diel e vitit 2025, Mitrovicasit zgjodhen që me votën e tyre, me nder dhe dinjitet ta mbrojnë Kosovën. Aty ku mbrohet buka, uji dhe nderi i sofrës shqiptare, aty ku është edhe vetë Zoti, Mitrovicasit din të ruajnë vlerat, ashtu siç ditën dje, duke nderuar shumë heronj që u fliuan për këtë vend. Sot, së bashku me qytetarët, po e mbron me laps Isa Boletini modern, Faton Peci. Mitrovicasit e kanë kuptuar se në Mitrovic mbrohet Kosova. Kosova nuk mbrohet në Prishtinë, në Gjakova apo në Viti, por mu aty ku flakëron ari, ku pijet uji dhe ku lahet nderi i shqiptarisë. Dje me Isa Boletinin, sot me të vëllain e tij Faton Peci, guximi i heronjve të gjallë të traditës rrugoviste, guxoi Donika Gërvallës dhe presidentes Osmani nuk mungoi dhe nuk do të mungoj. Qytetarët e Mitrovicës janë gëzuar ashtu si e gjithë Kosova, sepse Peci ju ka rritur votat e mjaftueshme për t'ua mbyllur gojën ziliqarve, gojkëqinjive, harbutëve dhe tradhtarve. Sot dhe 4 vitet e ardhshme deri në përfundim të mandatit në vitin 2030, jemi bashkë me Fatonin. Urime fitoria Faton dhe koalicionit që i mundi me votat e tradhtarve. Urime Isa Boletini i dytë modern.